Përmirësimi i infrastrukturës vendore dhe transportit në zonën e Alpeve me fokus kryesisht fshatin e Bogës është pjesë e kontratës së rrallës të shpallur në sistemin e prokurimeve të Bankës Europiane për rindërtim dhe zhvillim. Në këtë sistem u bë ditur se kjo procedurë do të jetë me një fazë dhe është pjesë e projektit që financohet me një kredi nga BERSH për qeverinë shqiptare, si dhe me grante dhe asistencë teknike të Bashkimit Evropian që arrin në vlerën e 40 milionë eurove. Projekti ka për autoritet nën kontraktor Fondin Shqiptar të Zhvillimit. Kontrata infrastruktura bashkiake dhe transporti duke përmirësuar aksesueshmërinë dhe infrastrukturën e turizmit të aventurës në Alpet Shqiptare është pjesë e programit për mundësimin e infrastrukturës në zona me potencial turizmin. Projekti do zhvillohet në fshatin Bog, i cili është pjesë e Bashkisë së Malësisë së Madhe dhe ndodhet brenda kufive të zonës së mbrojtur të Alpeve Shqiptare, shtrihet në pjesën verilindore të territorit të Malësisë në një terren malor. Fshati Bog shtrihet në një lugin të gjerë me të njëjtin emër në lartësinë 950 metër mbi nivelin e detit, i rrethuar nga maja të Alpeve Shqiptare që arrin nga 2000 deri në 2500 metër lartësi, thuhet në sqarimin e detajuar të kontratës. Vetëm pak ditë më parë, pjesë e të njëjtit projekti ishte edhe përmirësimi i sistemit të shpërndarjes së energjisë, po në rajonin e Alpeve. Bëi fjalë për njoftimin e kompanisë fituese që do të zbatojë këtë projekt kundrejt një kontrate me vlerë 2.2 milionë euro. Të tjera rajone ku po ndërhyet përmes këtij projekti janë edhe rruga Zogaj-Shirok, kufi me malin e Zi, parku ligatinor në Shkodër, si dhe parku kombëtar i Tomorit.